Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takomi edhe sonte. Fillimisht do t'ju lëtë një me titull kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për t'u kthyer në studio, për të folur në lidhje me çështjet e sigurisë në vend, po ashtu edhe me çështjet e gjyqësorit dhe sa është shkel kushtetuta në këto seanca që janë mbajtur për themelimin e qeverisë së vendit. Fillimisht ndjekim lajmet dhe do kthehemi në studio. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka refuzuar të komentojë dëshpëtimin e 2 seancave konstituive të Kuvendit të Kosovës. Pas homazheve në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Velani, Osmani tha se në këto ngjarje si këto, ku nderohen dëshmorët, nuk mund të flitet për çështje politike. Ju e dini që e kemi një praktik që çdo herë kur I përkujtojmë dëshmorët dhe martirët, për shkak të nderimit ndaj tyre, nuk përzim tema politike me këtë nderim. Të njëjtën me 17 prill, deputetët e zgjedhur dështuan për herë të dytë të konsistojnë organin legjislativ. Kryesuesi I seancës, Avni Dehari, lëvizjes vetëvendosje, ftoi për konsult partitë politike dhe më pas e ndërpreu seancën duke thënë se nuk pati konsensus se si të vazhdojë tutje. PDK, LDK dhe AK kritikuan lëvizjen vetëvendosje për dështimin e seancës, që sipas tyre po bëhet për pazare politike. Betimi I deputetëve do t'i hapte rrugë votimit të kryeparlamentarit dhe më pas qeverisë së re. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk e ka bërë të ditur emrin që do ta propozojë për kryetar të Kuvendit dhe as nëse I ka numrat për ta votuar atë. Kryetari I kryeqytetit dhe organizata të dala nga lufta kanë bërë homazhe pranë shtatorës së herojit të Zahir Pajazitit në ditën e dëshmorëve të komunës së Prishtinës. Kryetari I Prishtinës, Perperem Rama, tha se me 18 prill është ditë nderimi për dëshmorët dhe heronjët që dhanë jetën për lirinë e vendit. Sot e dini që është 18 prilli, dita e dëshmorëve të Prishtinës, ku në të gjitha pjesët e Prishtinës bëjmë homazhe, sot si gjithmonë, si çdo herë, edhe me komandant Sopin, me komandant të tjerë që ishin, që na bashkangjitën sot me generalet, që t'ju bëjmë homazhe, t'i respektojmë dëshmorët, herojnë tonë, po ashtu edhe respekt ndaj familjeve të dëshmorëve, herojve tonë, me këtë datë të madhe, për sakrificën që dëshmorët e kanë dhënë për vendin tonë, që sot ta gëzojmë lirinë, ta gëzojmë pavarësinë, ta gëzojmë demokracinë dhe të jemi të lirë të planifikojmë për të ardhmen e vendit tonë. Ai theksoi rëndësinë e homazheve dhe respektit ndaj familjeve të dëshmorëve. Kosova rrezikon të futet në një ngërç politik, nëse deputetët e zgjedhur nuk arrijnë të konsistojnë legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës deri në fund të muajit prill, thot themeluesi I lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Neem Jakaj. Jakaj thot se mund të përsëritet problemi I vitit 2014, periudha kur vendi pati hyrë në një bllokadë politike për 6 muaj. Seanca konstituive është thirrë me datën 15 prill. Ndërkohë kjo është thirrë edhe brenda afatit të kushtetues brenda 30 ditë nga data e certifikimit të zgjedhjeve parlamentare, që I bie se data e fundit që do duhej Kuvendi ta përmbyllte një proces të tillë do të ishte realisht data 27 prill. Deri në këtë kohë është kohë e arsyeshme që Kuvendi të konstituohet dhe ta përfundojë procesin e konstituimit, edhe pse data 15 prill ka qenë datë që do duhej të kryhej. Por ta marrim si shembull datën e fundit 30 prill. Pas kësaj date, Kuvendi Kosova hyn në një ngërç politik që nuk dihet se si do të përfundojë, sepse mos votimi I raportit të Komisionit Përkohshëm për verifikim të quorumit dhe të mandateve I bie që është rrugë pa tejkalueshme për me ardhur deri te betimi I deputetëve. Jakaj theksoi se kryesuesi I seancës nuk e ka për detyrë të therasë seancë konsultive jashtë sallës plenare. Kryesuesi I seancës nuk I ka për detyrë të thirrë takime konsultative jashtë sallës plenare për çështjet që lidhen me konstituimin e Kuvendit. Ka një raport të Komisionit të Përkohshëm që ka dështu. Do duhet që të hidhet në votim I njëjti raport sërish prej të njëjtit Komision të Përkohshëm dhe të shkohet më tutje. Njëjtë sikur në vitin 2014.
kur ka pasur problemet të konstituimit kuvendit, periudha kohore e këtij ngërçi ka pas shkuar deri në 6 muaj. Një situatë e tillë mund të na përsëritet prapë, me veçanërisht tashmë mund të ndodhë që edhe me muaj më shumë se sa ajo periudhë në vitin 2014, sepse atku kemi pasur një vendim i cili është prodhu, është nënshkruar dhe është dërguar në gjykatën kushtetuese. Tani më nuk ka një vendim se çka të dërgohet, rrjedhimisht nuk do të ketë mundësi që të procedohet, që të vlerësohet pastaj kushtetutshmëria ose ligjshmëria e një vendimi të tillë. Jaka i tha se në seancën e djeshme pati shkelje të procedurës parlamentare. Pati edhe shkelje të tjera të procedurës parlamentare. Zoti Dehari e ndërpreti në mënyrë arbitrare këtë seancë, në ndërkohë nuk mori pëlqimin e të gjithë kryetarëve të partive politike ose përfaqësuesve të subjekteve politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Një situatë e tillë shkon ndesh me parimet e qeverisë së mirë, me parimet e sistemit e Republikës Parlamentare Demokratike siç është Kosova, sepse Kosova nuk ka kohë të presë që themelimi i institucioneve të vënoj. Detyrë edhe përgjegjësi e kryesuesit të seancës është me kryesu me seancën, me i ftu deputetët me votu, me hudh në votim raportin e këtij komisioni, por jo me ndërprej në mënyrë arbitrare dhe me thonë që do të shihemi në seancën e ardhshme mbas 4 tetorëve. PDK, LDK dhe AK kritikuan lëvizjen vetëvendosje për dështimin e seancës, që sipas tyre po bëhet edhe për pazare politike. Betimi i deputetëve do t'i hapte rrugë votimit të kryeparlamentarit dhe më pas qeverisë së re. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk e ka bërë të ditur emrin që do të propozojë për kryetar të kuvendit, dhe as nëse i ka numrat për ta votuar atë. Në mungesë të edukimit të hershëm për shëndetin, pacientët në Kosovë po arrin në spitale vetëm kur gjendja e tyre shëndetësore po përkeqësohet. Andaj po konsiderohet urgjente përfshirja e edukimit të hershëm për shëndetin edhe në përshkolla. Kështu tha në ditën evropiane të drejtave të pacientëve, gjatë një tryeze me temën Edukimi shëndetësor në shkolla si pjesë e kujdesit të integruar shëndetësor, e organizuar nga shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë. Drejtori i programeve në Prag, Besim Kodra, tha se sistemi shëndetësor në Kosovë është i mbingarkuar për shkak të mungesës së parandalimit. Sistemi shëndetësor, sipas tij, nuk mund ta mbajë gjithë barën e mirëqenies sociale. Sot sistemi ynë shëndetësor është i të ngarkuar dhe ai po vuan barrën e mungesës së parandalimit. Pacientët shpeshherë arrin në dyert e institucioneve shëndetësore vetëm kur smundja e tyre është përkeqësuar ose kur ka ndërhyrje urgjente. Kjo nuk është vetëm një sfidë klinike, por një sfidë e mungesës së edukimit të hershëm për shëndetin. Në nivelin evropian, edukimi shëndetësor po konsiderohet investimi më i mençur për mirëqenie dhe barazi afatgjate. Edukimi shëndetësor ka të bëjë me aftësinë për të kuptuar trupin, për të njohur emocionet dhe për të marrë vendime të shëndetshme për të kërkuar ndihmë pa frikë dhe stigmë. Merita Vuthaj nga Ministria e Shëndetësisë theksoi se përfshirja e edukimit shëndetësor në shkolla është një thirrje për veprim për të investuar në rritje të vetdijes. Ajo tha se qëllimi kryesor i kujdesit të integruar është që pacienti të mos humbas në sistem, por të përfitojë nga një shërbim i vazhdueshëm. Tema e këtij viti edukimi shëndetësor në shkolla si pjesë e kujdesit të integruar shëndetësor është më tepër se një slogan, më tepër se një moto, por është një thirrje për veprim, një angazhim për të investuar në të ardhmen përmes dijes dhe rritjes së vetdijes më tepër. Kujdesi integruar shëndetësor është një çështje që synon të ofrojë shërbime të koordinuara, të vazhdueshme dhe të personalizuara për pacientin, duke bashkëpunuar ngushtë me gjithë aktorët që ndikojnë në shëndetin e tij, jo vetëm mjekët dhe infermierët, por edhe psikologët, punonësit social, farmacistët, shkollat, edhe çka është më e rëndësishme, edhe përfshirjen e familjes këtë drejtim. Qëllimi kryesor i kujdesit të integruar është që pacienti të mos humbas në sistem, por të përfitojnë nga një shërbim i vazhdueshëm. Ndërkaq, drejtoresha e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Ardita Baraku, theksoi se vetëm gjatë vitit 2024 janë realizuar 921 ligjërata, prej të cilave 574 kanë qenë në shkollat të Kosovës. Qysh nga viti 2004 ekziston në strategjia për shkollat promovuese të shëndetit, edhe që prej atëherë bëhet punë shumë vjeçare
me një numër të ministrive në lidhje me konceptin e shëndetit gjatë mësimit prej moshës së hershme deri në përfundim të shkollimit të përfshien temat e shëndetit. Prej vitit 2019 dhe 2024, në bashkëpunim me të tjerët, janë kryer trajnim të mëse 2600 mësimdhansve për edukimin riprodhues dhe seksual gjithëpërfshirës në shkollat tona. Të gjitha programet që janë zhvilluar në për shkollat kemi nevojë edhe për feedback, a kanë qenë të suksesshme, a ka nevojë për ndryshime të tyre, kështu që kemi pas edhe hulumtim gjithsesi pyetësor për mësimdhënës dhe prindër, për me i zbatu, për shembull, me i vlerësu sa kanë qenë efektive ato trajnime. Gjatë vitit 2024 janë realizuar 921 ligjërata edukative shëndetësore, për të cilave shumica 574 kanë qenë në shkolla të Kosovës, ku kanë qenë të përfshirë mbi 28.000 nxënës. Baraku e konsideroi të nevojshëm angazhimin edhe për edukimin e prindërve, ku përmendi këshillat që kanë darë sa i takon vaksinës me HPV, që vitin e kaluar filloi tek vajzat, ndërsa nga shkurti i këtij viti nisi dhe për djemët. Si vjet ka vazhdu vaksinimi edhe me djem, deri tani jemi diku te 12.000 dhe jemi shumë të barabartë sa i përket gjinisë. Kështu që kjo është një lajm shumë i mirë i suksesit që është ba puna vjet edhe si vjet. Mirë po shkon vaksinimi, s'kemi reagime të prindve si që kemi pas për vitin e kaluar. Të pranishëm në këtë tryezë ishin dhe përfaqësues të UNPFA-s dhe KMF, të cilët e vlerësuan të nevojshëm edukimin e hershëm shëndetësor.